Partia Demokratike dhe aleatët e saj zhvillojnë sot protestën e parë kombëtare që pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Kreu demokrat Sali Berisha shpalli datën e mbajtjes së protestës mes presioneve të brendshme. Shumë anëtar të Këshillit Kombëtar dhe drejtues të strukturave i kërkuan një reagim në shkallë kombëtare pas skandaleve që përfshin qeverinë e Edi Ramës. Berisha nisi me disa protesta të vogla të përjavshme që i pakzoi si foltore e qytetare parlamentare, ku deputetët e opozitës dhe individ të mundshëm merrnin fjalën dhe jepnin mesazhet e tyre. Ky format protestash ishte i përjavshëm deri në momentin kur antari i kryesisë së PD Ervin Saliani nisi një lëvizje në PD që edhe ai i pakzoi si foltore me antarët e kësaj partie, ndërsa kërkonte shpërsimin e reagimeve nga lidershipi demokrat kundrejt Edi Ramës. Berisha disa herë kishte paralajmëruar nisjen e një vale protestash, por asnjëherë nuk dha një datë se kur do të nisnin ato. Rreth 10 ditë më parë, Berisha deklaroi se protesta do të mbajë më 22 dhjetor para kryeministrisë, duke njoftuar se kjo do të ishte e para e një serie protestash që do të ndaleshin vetëm kur të rrëzojë Edi Rama nga posti i kryeministrit. Në funksion të organizimit të protestës, Berisha zhvilloi mbledhje të njëpasnjëshme me kryesin, grupin parlamentar dhe Këshillin Kombëtar të PD-s dhe paralelisht ka zhvilluar takime me demokratët në disa nga degët e kësaj partie. Protesta e sotme e opozitës do të nisë në orën 18, ndërsa nuk dihet se sa do të zgjasë ajo. Po kështu, nga demokratët po mbajnë sekret detajet e mënyrës se si do të zhvillohet protesta, e cila nga Berisha është përkufizuar si revolt. Nuk dihet nëse kësaj proteste do i bashkohet edhe Adriatik Lapaj, i cili ka nisur një protestë prej 2 javësh para kryeministrisë, ndërsa her pas here ka patur edhe përplasje mes mbështetësve të Shqipëria Bëhet dhe policisë. Berisha ka vlerësuar protestën e Lapajt, ndërsa një ftesë për t'u bashkuar tubimit kombëtar të thirrur nga demokratët mësohet se i është dhënë edhe atij. Qytetarët pritet të mblidhen fillimisht në selinë e PD-s, nga ku më pas do të tubohen në drejtim të godinës së kryeministrisë. Sali Berisha mund t'i bashkohet protestuesve duke u nisur nga banesa e tij disa metra larg godinës së qeverisë, atje ku do të vendoset një podium i madh, ku priten të mbahen fjalime të shumta. Qytetar, figura të njohura dhe më pas deputet dhe drejtues të partive opozitare pritet të japin mesazhet e tyre, në varësi të cilave mund të ketë një precipitim të situatës. Nga degët kryesore të PD-s në rrethe pritet të organizohen grupe mbështetësish të opozitës që do të vinë drejt kryeqytetit, ndërsa peshën kryesore të pjesëmarrjes pritet ta ketë Tirana dhe Kamza, që konsiderohen edhe degët më të mëdha të opozitës. Po kështu, degëve të qyteteve të afërta në distancë me Tiranën si Elbasani dhe Durrësi u është kërkuar një angazhim maksimal për cilë drejt kryeqytetit sa më shumë mbështetës, çka duket se sprova më e fortë sot e demokratëve do të jetë pjesëmarrja në protestë. Në varësi të pjesëmarrjes, duket se do të vendoset edhe skenari që opozita do të përdorë për vazhdimsinë e protestave, sa të shpeshta do të jenë ato dhe sa rezistente do të jenë në kuptimin e kozgjatjes. Zakonisht protestat e thirrura nga PD në periudha të ndryshme kanë zgjatur 4 ose 5 orë, duke krijuar edhe kaos, për shkak se janë aplikuar forma të mosbindjes civile. Por pas 11 majit, nga fjalori politik i Berishës, është fshirë nocioni i mosbindjes civile dhe formave të saj, që në fakt kur janë përdorur, nuk i kanë dhënë asnjë rezultat. Deri më tani Berisha dhe shumë nga figurat e PD-s nuk i kanë dhënë rëndësi pjesëmarrjes së qytetarëve në protestat apo foltoret e organizuara. Në anën tjetër, policia pritet të angazhojë deri në 1300 forca policore, përfshirë edhe njësi të forcave Renea dhe ndërhyrje së shpejtë, ndërsa vija e parë për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë do të jetë punonjësit e rolit bazë të policisë, si dhe efektiv të shqiponjave. Nga raportimet mësohet se forcat policore do stacionohen në zonën pranë kryeministrisë dhe godinës së kryesisë së kuvendit, por edhe në oborrin e brendshëm të parlamentit, atje ku mbahen seancat plenare. Nga eksperiencat e mëparshme, forcat e stacionuara pranë institucioneve ndërhyjnë vetëm në rastet kur ka një precipitim të situatës apo kur policët e rolit bazë do të sulmohen nga turmat. Përdorimi i flakadanëve apo molotovëve që mund të përdoren nga protestuesit mund të tensionojnë situatën dhe të çojnë në përplasje me forcat e rendit, çka është një skenar që duket se përfshihet edhe në masat e policisë, duke angazhuar një numër të lartë uniformash blu.